Përshëndetje miq të shëndetit dhe mirë se vini në episodin e radhës të podcastit ku do të flasim për shëndetin e meshkujve. Për të diskutuar pikërisht për këtë temë, ne kemi të ftuar doktor Evin Dani, androlog, i cili do të ndajë me ne informacione të rëndësishme dhe këshilla për shëndetin e djemve dhe burrave. Doktor, përshëndetje dhe kënaqësi që ju kemi në podcast. Faleminderit dhe juve që na jepni mundësi që komunikojmë me publikun tuaj, e kujdo që na dëgjon, për probleme që janë vërtet serioze dhe jo shumë të diskutuara. Kështu që është puna juaj që ne ndihmojmë diku, për probleme kaq të rëndësishme, tek mashkull, aq më tepër që mashkujt e kanë çik vështirë për të shprehur për këtë hallë, për këto probleme. Doktor, fillimisht, a mund ta tregoni se ku konsiston puna juaj për gjithë ata që nuk e dinë se çfarë bën një mjek androlog? Atëherë, andrologjia është një degë e re e mjekësisë. Andrologjia është, si thuash, një nën specialitet. Edhe në botë ka filluar këto 30-40 vjet e fundit si nën specialitet. Organizata Botërore e Shëndetësisë vendosi ta ndajë dhe të jetë si diçka më vetë. E bëri këtë për arsye për problematikën që kjo shkencë, kjo degë ka. Janë shumëta dhe janë shumë herë dhe s'kanë qenë deri tash të diskutuara në këtë drejtim. Kështu që andrologjia, po themi ne, këtu në vendin tonë, është vërtet tash vitet e fundit, është formuar dhe shoqata andrologëve, ku kjo shoqatë u bë në bekimin e dy mjekëve shumë të njohur, mjekun e shqiptarëve që nga Turqia, të cilët janë mjekë shumë të njohur në Evropë edhe që organizuan dhe formimin e shoqatës së andrologjisë. Unë jam prej shumë vitesh i pari që ka formuar termin andrologjia apo që filloi të studiojë andrologjinë është një miku im, shoku im, profesori im, ai që quhet Vladimir Luçi, që tashmë nuk jeton më, që në vitin 1970 e ca, ai formoi dhe filloi të diskutojë këto probleme, që kush janë shkaqet arsyet e një mashkulli që nuk realizon dot një fëmijë, kush janë shkaqet arsyet e një mashkulli që nuk realizon dot jetën e vet seksuale, e plot patologji të tjera që lidhen me andrologjinë. Pra unë kam pas shansin të jem student i tij, që në vitin 1980, dhe sot e kësaj dite vazhdoj si androlog në këtë punë prej kaq shumë vitesh. Në profesionin tuaj dhe vitet e gjata të punës, cilat janë disa nga problematikat më të zakonshme që ju shikoni tek meshkujt në Shqipëri kryesisht? Atëherë, problematikat që thash janë shumëta, por ka një rëndësi. Vitet e fundit ka filluar gjithmonë më shumë që të jetë meshkull i vetëdijshëm, mashkulli, për problematikën që ai paraqet. Dhe normalisht ne kemi, domethënë, dije tash shumë njerëz, shumë meshkuj e dinë ç'është andrologjia dhe që ku duhet shkojnë për të konsultuar për problemet andrologjike. Kështu që është diçka që vitet e fundit gjithmonë më shumë kemi këto gjëra. Unë me eksperiencën time fillimisht kishim shumë të vështirë, mashkulli ka të vështirë që të diskutojë raste të tilla dhe shpeshherë këto vitet e fundit për shkakun ja do të thuash ti mua, këto muajt e fundit mua më marrin shumë femra dhe pyesin ose më thonë, "Dgjoj, do të vizitoj burrin për problemet që ka." Pra janë gratë që më marrin për këtë punë. Kjo s'di si të them. Pse mund ndodhe kjo? Ditë më japësh ti një përgjigje për shkakun? Ndoshta nga mundësia se burrat në Shqipëri kanë ndoshta më të vështirë. Kjo është një mundësi, po unë të them dhe gjë tjetër, ndoshta femra do të dominojnë me mashkullit dhe në drejtim edhe të kësaj smundjes që kanë të bëjë me organet seksuale, me jetën seksuale, edhe siç duket do ta ketë në vetë, thotë jo, do të pritet. Do e di unë këtë punë, apo e kam gabim, si thotë? Ti doktore dhe pjesa që pse gjithmonë gratë, si themi, janë fajsuar që nuk arrin dot të kenë një familje, të krijojnë një fëmijë. Do thënë, ka filluar të bie kjo mendësi? Dëgjoj, sigurisht femra është shumë, domethënë e prekshme në drejtim të
të lindjes së një fëmije, të pasë një fëmije. Pra nëse krahasoj, nuk po them që mashkulli nuk e do, babai, gjithmonë është shumë dhe prindrit dhe babai është shumë i dëshiruar për pas fëmijë, unë e shoh këtu. Por sigurisht femra është lindur për të qenë nënë, është lindur për të lënë trashëgimtar. Dhe sigurisht është shumë herë më e prekshme, dhe shumë herë më e gatshme, shumë herë më e vendosur apo më e shqetësuar për problemin që vonesa që po ketë një fëmijë. Me pavarësisht se kohët e fundit femrat kanë dalë në shoqëri, janë shumë të zonja, punojnë, ndjekin për të arritur karrierat e vete, të rrisin karrierat, por problemi e fundit ato do të jenë nënat e ardhshme për të bërë një fëmijë. Kështu që në rastin konkret, kur unë konsultoj një çift që ka probleme me fertilitetin, femra është ajo që e tregon shumë më shprehur, shumë më e vendosur, shumë më e shqetësuar, shumë më e stresuar në drejtim vonesën e parës së një fëmije. Pra ndoshta përsëris që edhe meshkujt e kanë një dëshirë shumë të madhe, duan, nuk e diskutim, por femra është ajo që e vendos këtë punë në fund fare. Doktor, unë fakt do të pyesja se cilat, duke u ndalur sërish tek problematikat që kanë meshkujt, cilat janë disa nga zakonat më të dëmshme që i çojnë drejt tyre problematikave dhe kush janë faktorët që ndikojnë kryesisht? Pra nëse do të marrim një çift, që çifti do të marrë në unitë, çifti do të marrë kur vjen konsultohet ke mjeku androlog apo dhe ke ginekologu, do ishte mirë që të jenë të dy. Se duhet të jenë prezent në diskutimin që mjeku bën me mashkullin, konkretisht me gjithë një androlog. Shpeshherë shoh një gjë. Kur vjen në klinik çifti, shumë femra rinë jashtë, i thonë, pse duhet të rish jashtë? Ti duhet të rish mbrapa burrit. Ndoshta i fut edhe në një fjalë sa për kështu mos e le burrin vetëm asnjëherë, sa për të pasur një kështu. Por femra duhet të jetë prezent për të marrë vesh që ku shkaku, arsye dhe probleme. Shumë herë, jo po nuk mendoja që mund të jetë mashkulli, nuk e di ato, ajo e dia që do të diskutoni, edhe duhet të jetë mashkull me që unë vetë mashkull. Kuptimin e në kuptimin e kësaj, pra çifti do të jetë bashkërisht, duhet të dëgjoj dhe të konsultohet me mjekun, pavarësisht se diskutimet janë për mashkullin. Dhe në rastin konkret, ne do shohim mashkullin, shkaqet, arsyet dhe probleme. Sigurisht, mashkulli ka të vështirë edhe të bëj vizitën tek andrologu. Kur themi vizitë tek andrologu, është i detyruar që të tregoj organet e veta të riprodhimit, pra organet seksuale, për arsye se ne meshkujt, ne doktorat, marrim shumë informacion nga vizita. Për arsye se ne do të kontrollojmë një organ shumë të rëndësishëm, pra do të kontrollojmë testet. Testet janë organi që i vetmi organ që do prodhojë spermatozoidet. Dhe nëse ne do të flasim për vonesën e një shtatzanie, ke mashkullit do shihet si është numri i spermatozoideve, si është lëvishmëria, si janë format e tjera, çfarë problemesh ka lëngu spermatik në drejtim të riprodhimit, konkretisht ke çiftit që e kam në konsult. Kështu që për rastin konkret, gjërat duhet të parë nga kjo. Unë shoh shumë doktorë të cilët marrin përsipër për të trajtuar që s'ka asnjë gjë. Çdo njeri mund ta marrë që merret në këtë punë, por nuk bëjmë vizitën. Si ka mundësi të arrish ti në një konkluzion pa ditë një vizitë? Kjo vizitë është e vështirë çik për mashkullin, se ka të vështirë. Ai që tepër ndonjëherë ka të vështirë edhe në syt e partneres gruas vet. Se që thonë di për jashtë ku do të çaku, që s'ka të bëj fare. Gruaja është person më i afërt në rastin konkret për burrin e saj. Aq më tepër që është një grua që ndëshon një fëmijë me burrin që ai është paraqitur në vizitë. Kështu që për rastin konkret, këtu s'ka pse të kesh domë vështirësitë, por gjëra që edhe nëse janë, ne i kalojmë, domethënë për të bërë më të afërt apo më të thjeshtë në kuptimin e bërjes vizitës. Pra normalisht desha më thënë që analiza dhe vizita e mashkullit është më së domosdoshme. Ke një mjek për të marrë informacion. Sot për shembull konkretisht, më erdhi një djalë që kishte një problem tjetër.
kishe një dhimbje në testin e djathtë, kur bëra vizitë s'kishte absolutisht asnjë gjë. Nuk ishte i martuar, nuk ishte ndërmend me bëj fëmijë, gjatë vizitës pam shumë problematika. Konstatuam që ky jo vetëm për ankesën që kishte ky djalë, për ato dhimbje që themi ne, por kishte gjë që në vërtetuam në bërjen e analizës, testet më të vogla, konsistenca e saj ishte më e fortë. Pra unë konstatova që ai ka përveç kësaj ka edhe një problematik tjetër në të ardhmen e vet, kur të martohet, se ishte del beqar. Pra në qoftë se ne do ta konstatojmë qoftë dhe rastësisht një gjë të tillë, ne marrim masa që ky djalë kur të vi momenti që të ketë partnerin e vet, gruan e vet për të bërë dëshirën për pasi fëmijë, ne ta parandalojmë, ta ndihmojmë që t'i arrijë qëllimit të vet, për qëllimit e asaj të cilët ata paraqiten kur të martohet, kur të ketë dëshirën për pas një fëmijë. Kështu që në rastin konkret, analiza e vetme dhe e pazëvendësueshme në një çift, kur flasim për markull, është analiza e lëngut spermatik. Lëngu spermatik është ai që ne do na japë informacione. Është kjo analizë që do na thotë që ku është problematika dhe çfarë duhet bëjmë. Dhe me këtë analizë ne nuk mund ta zvendësojmë tjetër, se po bëjmë diçka tjetër, edhe ti kuptojmë këtë djalë që ky ka problemet e veta. Tani është analiza kryesore. Analiza kryesore pra është lëngu spermatik për analizën e spermës, spermogram. Në bazë të spermogramës ne shikojmë sa është volumi i lëngut spermatik. Si është numri i spermatozoidëve? Si është lëvizshmëria e spermatozoidëve? Si është forma e spermatozoidëve? A kemi infekcion, kemi qelizat polimorfonukleare, janë ca qeliza që cilët shtohen në momentin kur kemi një mas inflamacioni, kur kemi një inflamacion, kemi një infekcion të gjëndrave aksesore, të gjëndrave ku prodhohet lëngu spermatik. Në punën time, sigurisht, unë mundohem të bëj edhe gjithmonë një farë edukimi. Pse? Se shpeshherë ne kemi që meshkujt nuk e dinë se për organin e tyre të riprodhimit. Për shembull, kam patur, domethënë, gjëra të ditura jashtëzakonisht gabim. Nuk e dinë se ku prodhohet lëngu spermatik. Janë njohuri që merren që në fillore, që në klasë 7-8, po herë bëhen, herë s'bëhen atë kohë. Dhe kur vjen në momentin kur ky tashmë është i rritur dëshiron një fëmijë, nuk di, ora nga del, nga prodhohet, ku prodhohet, si prodhohet. Pra, normalisht, mundohemi që t'japim informacion. Në kuptimin asaj që ky mashkull të kuptoj bashkarisht, nëpërmjet doktorit të kuptoj se ku është dhe si janë edhe problemet e vetë, domethënë, fiziologjisë dhe problemet e riprodhimit. Pra, në rastin në analiza e lëngut spermatik, pra, po përsërit është e pazëvendësueshme. Do shohim numrin e spermatozoidëve. Po them analiza e lëngut spermatik për arsye se tashti dhe kësaj bote, në qoftë se ne do themi si është numri i spermatozoidëve, forma e spermatozoidëve, apo lëvizshmëria e spermatozoidëve, vëmë re që konceptet ndryshojnë. Sigurisht, në qoftë se do të themi ne sa është numri i spermatozoidëve, nuk do ta themi nga mendja jonë. Nuk kemi në gjendje ne. Po këto kanë arritur në bazë të disa studimeve që ka bërë kryesisht Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe për gjithë mjekët androlog nisën nga kriteret që ka vënë Organizata Botërore e Shëndetësisë për këtë problem. Dhe është një gjë interesante për të thënë që dërtësi Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka ndryshuar 6 herë atë për të thënë kush janë kriteret, kush është një sperm normale. Pra ne do të themi këtë quajmë sperm normale. Kush është sa është numri i spermatozoidëve? Sa do të ketë një mashkull një spermatozoid? Sigurisht kjo bë bazë disa studime. Studimet kanë filluar që në vitin 1980. Para vitit 1980, meshkujt apo mjekët ishin paksa të orientuar. Ndryshe thoshin amerikanë, ndryshe thoshin francezë, ndryshe thoshin pjesa evropiane. Dhe ndryshe kishte mendime, secili kishte kriteret e veta.
në vitin 1910 u unifikua mendimi. Unifiku mendimi për këtë drejtim, për këtë punë, ku morën në studim një numër i caktuar meshkush, të cilët kishin mbi 3 fëmijë. Pra, organizatat botërore shëndetësore investoi për të bërë studimin. Dhe u morën meshkuj që kishin mbi 3 fëmijë. Edhe ne mund të themi që një mashkull është fertil nëse ka mbi 3 fëmijë, është i afër për të bërë një fëmijë. Dhe në rastin konkret ju studiua këta meshkuj. Dhe organizata botërore shëndetësisë atëherë bëri studimin e plotë. Dhe më thonë, jo vetëm që pa sa duhet jetë, por insistoj edhe në atë, ka ndryshim ndërmjet racave të ndryshme, ka apo s'ka? Si e kanë evropianët, si e kanë Afrikat. Po pozita geografike ndryshon, si e kanë eskimezët numrin e spermatozidëve. Po Ekuadori, pra, për të vendosën kritere të tilla, pra u bën studimi duke marrë meshkuj që kishin mbi 3 fëmijë, pra të quajtur të aftë, në vende të ndryshme, në laboratore të ndryshme. Në të arriti konkluzionet e vetë. Por në qoftë ne do të sqarojmë dhe do të themi, do të krahasojmë kriteret e vitit 1980 me kriteret e viteve të sotshme, në vitin 1922 ishte e fundit, kriteri e fundit që u vendos që sa duhet jetë numri. Në krahasim me këta ke shumë ndryshime. Po jemi detyruar t'i pranojmë për arsye se këto studime janë bazë të studimeve të thella që i bëjnë qendra shumë të rëndësishme dhe shumë të njoftura dhe i jepet e drejta për të dhënë mendimin e tyre. Kështu që pra ne do të themi numrin e spermatozidëve. Një kriter tjetër është lëvizshmëria e spermatozidëve. Lëvizshmëria e spermatozidëve, pra në qoftë se ne kishim ke numrin e theshim që dikur ne thenim që numri i spermatozidëve të jetë në 1 mililitër 20 milion. Në gjithë totalin duhet të jetë mbi 40 milion. Sa të ka ndryshuar numri i spermatozidëve, mund të quhet dhe 16 milion numër spermatozidësh normal. Mbi 16 milion. Për të thënë ndryshimet që ka atëherë dhe tashmë. Kurse për sa i përket lëvizshmërisë, edhe ajo ka ndryshuar diçka, ne më themi që numri i spermatozidëve duhet të kenë lëvizshmëri me progresion të shpejt dhe duhet jenë 32% e këtyre spermatozidëve duhet me lëvizshmëri. Që ta quajmë që kjo sperm të është në kritere normale. Një kriter tjetër është përveç lëvizshmërisë, pra numri i lëvizshmërisë dhe forma e spermatozidëve. Spermatozidët kanë një formë, koka e tyre është në formë ovale me dimensione të caktuara, gjatësi dhe gjerësi, sigurisht edhe pjesa e bishtit. Pjesa e bishtit dhe pjesa intermediare. Intermediare dhe të do më thënë, mund të themi, sikur së parë shkon të qafës të spermatozidit, të cilat ka një shumë rëndësi për arsye se dëmtimi këtyre formës do na sjellë ulje të hapësinë fekonduese. Por ne në studimin që bën një laborator që është i specializuar për punën që bën, në bazë të studimeve të ndryshme, arrin të studiojë si është forma dhe format e ndryshme që mund ndodhen. Pra, në rastin konkret, bëhet një studim shumë i thellë. Dhe ishte interesante ndryshime, që në vitin 1980, në kriterin atëherë thuhej se spermatozidët duhet të kenë të jetë forma normale mbi 30% e tyre formës normale. Tash ka dalë duhet të jetë mbi 4%. Kur themi mbi 4%, edhe ka ndryshuar edhe pak a shumë kriteri sa duhet të jetë spermatozidi në gjatësi gjerësi. Këto janë domethënë gjëra të vogla që i studion vetëm një mjek që merren me këtë punë pra, për të përcaktuar se ku kemi probleme dhe si e kemi. Kështu që gjërat janë të tilla që gjithmonë duhet të pas kujdes. Ne kemi një problem tjetër. Analiza nuk do del njësoj sa herë që duhet të marrë një mashkull një analizë. Por duhet të ruaj dhe kriterin e kohës abstinencës. Pra, nga momenti që ti e merr, kur të vit të bësh analizën, do të kesh më shumë se 60 orë pa dërë lëngus spermatik. Për arsye se është vënë re që një mashkull nuk mund të hedhë të njëjtën numër spermatozoidësh, të njëjtën cilësi. Kjo varet edhe nga koha e
Kur ke derdhur herën e fundit, pra ne i shohim me shumë imësi gjërat, gjithë qëllimi është të gjejmë se ku është shkaku, arsyeja dhe si e kemi aktualisht gjendjen e këtij mashkulli që vjen e konsultohet me ne konkretisht në ditën e caktuar. Kështu që gjithmonë duhet të pas kujdes. Kur themi duhet të pas kujdes se për fat keq gjithmonë më shumë po dalin laboratore të cilat thonë e marrin përsive që e bëjnë analizën, por që nuk e bëjnë mirë, edhe do ta fusin një mjek në një qorsokat. Se nëse ti do t'i besosh asaj analize, di se ajo ndoshta nuk është bërë ashtu siç duhet dhe ti ke gabuar në interpretimin tonë dhe në dhënien e një mendimi të karshit të mashkullit që ke përballë. Kështu që ti parë duhet të jetë në mjekun androlog. Pa, do ishte mirë këtu tash mos keq kuptoni, nuk është se do të vinë këtu se unë. Por duhet gjeni mjekun që merret kësila me këtë punë. Atëherë, tash çfarë mund të themi ne kur janë shkaqet? Kemi shumë shkaqe ke mashkullit. Ajo që më shpesh është një patologji e njohur që quhen varikocele. Varikocela nuk është gjë tjetër, vetëm një zgjerim i enës gjakut të skrotumit, të qesës, e cila është shkak për dëmtimin e prodhimit apo cilësisë së spermatozoidëve. E themi e varikocelën se zëvendëm e parë se është shumë e shpeshtë. Nuk konstatoj gjithmonë, 1% gati 40% të rasteve të meshkujt që s'kanë fëmijë apo që kanë probleme në analizë janë me varikocelë. Është shumë e shpeshtë, shumë përqindje lartë. Çfarë shkakton? Kjo shkakton dëmtimin e spermatozoidëve në drejtim të numrit spermatozoidëve, siç thamë, lëvishmërisë dhe formës spermatozoidëve. Janë gjëra të cilat ne themi po nga shkaktoi kjo. Pra, shkenca jonë, shkenca e fertilitetit, ka caktuar dhe thotë, varikocela është ajo që dëmton këto gjëra. Se ne këto gjëra i bëjmë re ke njerëzit që kanë varikocelë dhe nuk i bëjmë re ke të tjerat. Në qoftë se do të korrojmë varikocelën, shoh që gjërat përmirësohen, arrihet shtatania. Pra një nga shkaqet është ajo që quhet varikocela. Si ta kuptoj? Varikocelën e kupton gjithmonë mjeku që merret me këtë punë, kur mashkulli ka shkuar do thotë, un kam 6 muaj, 1 vjet, 2 vjet që kërkoj një fëmijë dhe nuk paralizoj. Mashkulli, doktori, viziton mashkullin dhe konstaton, ke varikocelë. Kjo gjë duhet bërë që të mjekohet varikocela. Varikocela nga se shkaktohet? Varikocela është gjë tjetër vetë se është e lindur. Është e lindur. Pra varikocelën e gjejmë që në moshë fëmijore, sidomos në moshën e pubertetit. Pra kemi, konstatojmë varikocelë. Dhe konstatojmë sigurisht mas martesës, mas dëshirës për pas një fëmijë një çift, e cila pra punë para. Sa kemi një vit e ca martuar, dëshirojmë një fëmijë, analiza del me problematikë. Konstatojmë kemi apo s'kemi varikocelë, eliminojmë një atë shkakun kryesor. Dhe pastaj janë shkaqe të tjera. Trajtohet? Sigurisht që trajtohet me shumë rezultat. 100% është një shifër shumë e lartë. Shumë e lartë. Trajtohet shumë mirë dhe ka të çej programe të caktuara në mënyrë që ta kapim varikocelën që në moshë 3. Edhe në kuptimin asaj ta parandalojmë problematikën e këtij mashkulli, të djalit vogël, djalit të ri, për të ardhmen e tij. Kështu që është diçka që thjesht konstatohet. Një problem tjetër mund të ketë për shembull djali infeksione të ndryshme seksuale që ka kaluar në drejtim të gjithmonë të organeve riprodhuese. Dëmtimet e mashkullit të testeve, pra, të një infeksionit kaluar në teste, pra ne themi keni kujdes, infeksionet seksualisht transmetueshme, jo vetëm që janë problematike në vetë gjendje që jep, por na jep edhe një komplikacion, pra. Mund të kalojë infeksionin direkt në teste, e të dëmtojnë testin në atë farfeje, i thotë shqipën, po në atë farfeje, që të mos ta bësh të humbi një funksion shumë pat. Pra, një funksion të rëndësishëm që është riprodhimi. Sigurisht infeksionet seksualisht transmetueshme janë edhe ke femra. Femrat kalojnë infeksione seksualisht transmetueshme shpeshherë në formën pa shenja klinike. Këtu kemi probleme gjithmonë, që shumë femra nuk e dinë që kanë infeksion dhe e ruajnë atë ose nuk paraqiten ke mjeku ginekolog për të parë problemet e tyre. Kjo ka një thënie, kjo ka një domethënie se
Faktikisht femra, organi riprodhues i femrës, dhe në rastin konkret infeksione ndodhin kryesisht duke dhënë uretritet. Uretritet janë pjesa e uretrës. Domethënë këto mikrobe seksualisht transmetuese kanë një veti që instalohen në uretrë, në pjesën e uretrës, në pjesën e kanalit të urinës. Mashkulli e ka të gjatë kanalin e uretrë, e ka sa gjatësia e penisit. Një femër e ka të shkurtër gjatësinë e uretrës. Dhe kur vjen puna, shumë femra nuk e di që ka një infekcion. Kur ne konstatojmë mashkullin që ka, se ka klinikën shumë pasur. Një mashkull infektohet sot, dhe nesër pas nesër jep shenjat e veta. Shenjat e para të veta janë sekrecione të shtuara të uretrës, të cilët i bëjnë matur pjesë e ndjejnë e kanë problemin. Dhe unë them duhet lajmërosh të partneren që dhe ajo të shifet, të kontrollohet. Gjërat janë kështu, pa ju më ka të thënë mua që unë s'kam gjatë se jam vizitu. Pra, dakord, unë nuk po themi, po faktikisht ajo si femër nuk e ndjen, nuk e kupton për njerë. Infeksioni ke femra fillon e dallohet kur si tush ka kalu ditë të tëra. Infeksioni ka vazhduar, ka avancuar. Pra në rastin konkret unë do të jep një sinjal që në një infeksionet seksualisht transmetuese, partneri, femra duhet parë me shumë kujdes. Me kujdes se shpeshherë nuk ndjen gjë. Për ta ndihmu gjithmonë, mos ta lësh që të avancoj. Pra, sëmundjet seksualisht transmetueshme, meqenëse që janë bërë të shpeshta tashmë, në shohim në përdit në punën time, kam konstatime e infeksioneve seksualisht transmetueshme. Jemi në një kohë kur dhe marrëdhëniet seksuale janë si të thush më të lira, më pak problematike në kuptimin e jetës të shoqërisë tonë. Po, në këtë rast në themi, do të thënë unë si mjek them që keni kujdes moshave të reja në marrëdhëniet seksuale. Duhet më pas kujdes sigurisht për të parandaluar këtë infeksione. Jo vetëm të qenit vet infeksione shumë të rënda në një qop largu, që po themi ne, por edhe këto që janë çikse më të lehta, duhet më pas kujdes në kuptimin për të parandaluar komplikacionet që mund të japin dhe problematikën që të krijojnë. Në rast se një vajzë ose femër, si të flasim të rast, ka infekcion, a duhet mashkulli të kryejë dhe ai analiza dhe anasjelltas? Sigurisht, në themi, ne e konsultojmë këto sëmundje seksualisht transmetueshme, dhe kur themi sëmundje seksualisht transmetueshme, do të pas në çift, në unitë, do të ndë këtë dhe, se sigurisht, ky është një infekcion që ka kaluar nëpërmjet marrëdhënieve seksuale. Por ne insistova unë që shumë femra nuk e dinë që kanë një infekcion seksualisht. Ne na vjen mashkulli që ditën e 2 të 3 që ka marrë infeksionin. Së shenjat klinike ka të pasura. Pra, kush është shenja klinike? Dalje nga uretra e një sësie të lëngut, të cilët që është i verdh si trash, dhe është i dukshëm, është i kapshëm nga ai në mëngjes shikon të doktor, unë kam filloj së të mjetë, ke për dije seksi, po kam bë, ku e di e ti? Po e di se kjo të që është shumë e shpejta, infeksionet uretritet pra. Në rastin konkret ne marrim analizat e tilla që duke studiuar këtë sekrecion për të gjetur kush është shkaku arsyet. Sigurisht shkaku arsyet ne i njohim. Janë të grupuar, janë sëmundjet mikrobet seksualisht transmetueshme. Dhe në rastin konkret tash pra, mashkulli bëhet jep alarmin apo jep shenjat e para të një femre. Dëgjom ti tash të lajmërosh shoqën tënde. Shpeshherë gjej ke mashkulli, unë dalloj se me atë merrem, që jo unë s'kam gjatë. Do më thënë, një femër, ndoshta e ka të vështirë të pranojë që ka një infekcion seksualisht transmetueshme. Po ja pra, të shik konkretisht, e ka partneri jo, që të ke bëjë një marrëdhënie seksuale, e ka që të nesën pas nesme. Ty të dalin shenjat të që për të qitë s'ke. Do të dalin mas një jave, po mas një jave infekcioni ka shkuar në qafën e mitës, ka dalë dhe në vagin, ka dalë edhe në tubët e falopit, ka shkuar hapur për probleme. Kështu që në rëqopë, në rrasë të tilla, kjo është veçoria e kësaj pune. Kështu që ndoshta po themi diçka që ta kuptojnë apo të kenë kujdes ata që në dëgjojnë. Që në qoftë se një mashkull të thotë ty që dëgjon unë kam marrë infekcion, duhet më i vlerëso. Se më që kanë një gjë. Kur i them unë kam marrë infekcion nga partnerja. Ça flet me shkoj ta rraf.
Kuptoj, ka budalliqe sa dush, po para nga tipi, nga niveli që ka. Në pse do të rapësh ti dhe unë, apo se të krijoj kënaqësi seksuale, në rastin konkret ajo nuk e di. Po pse më infektoi mua? Po nuk e di, ajo nuk e di, në kupton se kështu është ndërtimi anatomik. Kështu është ndërtimi anatomik, po je ti që na i dhe i shojnë që partnerja duhet. Kështu që në rastin konkret, këto janë presmundje seksualitet do të pas kujdes, edhe për këtë punë. Një problem tjetër që them unë është, kush është? Një patologji shumë e njohur, ose ne kemi goxha, ajo që quhet kriptokirurgji. Kriptokirurgjia do të thotë test i fshat. Pra, duke thënë që ne kemi shkaku apo aftësia e riproduksimit një mashkulli është testet, aty prodhohen spermatozoidet. Kriptokirurgjia është një patologji që ka të bëjë pra ku 1-2% e meshkujve që lindin në mënyrë natyrale, në kuptimin e kësaj, mundet të mos ketë zbritjen e testeve në skrotum. Të dy testet ndodhen në barkun e fëmijës, ku fëmija është në barkun e nënës, në muajin e 6, 7, 8 apo 9, këto në bazë të rritjes së nivelit të hormoneve që ka djali, zbresin në skrotum. Dhe mashkulli lind me teste në skrotum, me jashtë trupit. Në 1% të rast, apo 1-2% vat nga autori, ne shohim që një test nuk ka zbritur. Një test mund të jetë lart në kanalin, në projeksionin e kanalit që do dalë, do të zbresi testi, pra kalon murin e barkut nëpërmjet një kanali që quhet kanali inguinal dhe zbret në skrotum. Tash në qoftë se ky test nuk ka zbritur, atëherë e themi ky test bëhet rrezik për të dëmtuar dhe për të pas problematik djali kur të rritet. Kështu që shumë nëna që të cilat e konstatojnë këtë punë, do të me pas kujdes. Sigurisht kjo është një kujdesi që duhet ta ketë dhe konsultori. Pra konsultori i fëmijës është një organizëm, është një gjendje e cila shteti jonë ka shumë të organizuar. Pra të ndjekët fëmijën nga 0 deri në 3 vjeç. Me këtë merret konsultori. Kur themi nga 0 në 3 vjeç, bën një punë shumë të madhe ato kolegët tona të konsultorit për vaksinimin e fëmijës, për miritjen e fëmijës, për edukimin e nënës së re, si të rritet, si të ushqehet një fëmijë. Por njëkohësisht këtu shpeshherë shohim ca gjëra që na shpëtojnë. Si ka mundësi që një djalë që është 10 vjeç, 12 vjeç, 15 vjeç apo 20 vjeç, tashmë martuar me fëmijën e vet, ne konstatojmë mas kaq vitesh me kriptokirurgji. Për djali është rritur, ka kaluar gjithë ato vite dhe nuk e ka kuptuar, nuk e di, nuk e ka vlerësuar më mirë me thënë që një test e kanë lart në abdomen. Në atë vendin ku ka ngelur rrugës. Tash çka ka ndodhur? Këtu si ka mundësi? A e ndjek nga konsultori? Sigurisht është ndjek. Se dhe mos të duash vinë ato ke shtëpia jote për të ndjekur një fëmijë, për të vaksinuar, për të bërë etj. Dhe kur vjen puna, këtu harrohet apo mund të themi më mirë harrohet se sa normalizohet për të kapur me dorë, ka 2 testet. Është shumë e thjeshtë. Nuk do shumë ashtu. Edhe po të kesh dyshime, çoje ke një, largoje nga përgjegjësia, çoje ke një doktor që merret me këtë punë, i cili do konstatojë që kjo i ka të testet në skroto apo nuk i ka. Se po mos i ketë, duhet ndërhyjt sa më shpejt. Këtu ka dhe një gabim tjetër që unë e konstatoj tash, që edhe kur e konstaton nëna, shkon ke një doktor, ai thotë se do të bjerë. Ai po sara vitin e parë, 6 muajt e para, dije se ka ngel dikur dhe ky fëmijë duhet të insistohet, duhet të ndërhyjet. Me metoda me mjekime, po tashmë dhe me operacion. Deri në 2 vjet, po. Mundësisht deri 2 vjet në parë të jetës. Për arsye se po ta lësh më shumë, po ta kapësh i çik vonë, edhe moshën 4 vjeç dhe 5 vjeç, që konsiderohet sikur nuk është shumë vonë, këto teste dëmtohen në ndërtimin e tyre, në zhvillimin e tyre, dhe bëhen të parikthyer. Dëmtimi i testit vjen
Dhe bëhet nuk mund të rregullohet në qoftë se ti ndërhyn kur je 5 vjet. Kemi problematikën të cilën ky mashkulli në kur të rritet mund të ketë dëmtim të prodhimit spermatozoideve. Pra, duhet me pas kujdes, duhet me ndërhy, duhet me pas që në moshë të hershme këta fëmijë, për t'i bërë, mos i bërë invalid. Ne themi kështu për arsye se kemi në këtë defekt, tash se në vendet ku kemi rrotull, në Ballkan, pra, shumë vende e kanë zgjidhur. Asnjë nuk shohin shumë rrallë kriptokirdi në moshë të madhe. Ne kemi shumë të shpeshta. Pse? Sa na shpëton kjo? Nuk realizojmë dot. Po të themu nuk realizojmë, jo se ka ndonjë vështirësi, nuk do dhe financime, ku do se çfarë. Po duhet vetëm një kujdes, për tu vlerësuar, për mos më thënë atë se ka për t'i rënë. Që shpesh herë, për fat keqe bëjnë dhe kolegët tanë, ndoshta me dijet e tyre dikur diskutoheshin, tash nuk janë diskutuar më, unë po bëjmë shkak, për të qenë, për të goditur, për të kujtuar diçka, ore keni kujdes. Pse? Se unë i shoh këtu, unë jam mjek që kam 30 vjet, 40 vjet merrem me probleme fertilitet. I shoh fasojet në moshën 20-30 vjeç. Kur është? Kështu që në rastin konkret në të thesha këtë pra. Mos sa ndodhin këta gjëra se është vërtet keq, vjen keq. Ala me djalit shohësh djalë simpatike kështu me gruan e vet për krau, ti shikosh nuk i ka të dy testet. E kontrollon nuk e ka, po ç'do i bëj unë nënës? Për gjithë djalit. Po jo, pse të thosh nënës? Të ti bëjmë personelit mjekësor. Ata e kanë për detyrë, ti shohin, ti bëjnë, ata e kontrollojnë. Në kuptimin e kësaj. Çka gjë tjetër mund të themi në mënyra jetesë. Sot e kësaj dite duhani kallëcet në çdo lokal. Të vjen keq që në herë dhe femrat kanë shtuar shumë pinduar. Shefa bukurorë, ale me vajza, simpatike, me duan. Sikur çfarë po bën, nuk e di, është shtuar shumë pire duhan tek ne. Meshkujt po e përshuar pa dhe femrat. Në si ndikon duhan pirja? Duhan pirja është një nga shkaqjet tona kryesore në dëmtimit të spermatozoideve. Dëmton lëvizshmërinë e spermatozoideve. Dëmton numrin e spermatozoideve. Sigurisht këto që themi nuk i them nga mendja ime dhe hajse pa e themi se mirë është t'i themi. Ka me 10 artikuj studime të doktorëve me emër, të cilët kanë bërë studime, kanë marrë meshkuj që kanë pinduar në meshkuj që s'pinduar. Meshkuj që pinduan i kanë studiuar dhe i kanë hyrë thellësi se si dëmton nikotina dhe përbërësit e tjerë të duhanit, që ka duhanit, spermatozoidin. Dhe dihet që spermatozoidi, duke qenë që është një qilicë që zhvillohet shpejt, është shumë e ndjeshëm nga ambienti, nga dëmtimet, nga toksinat, nga që ka ambienti. Ne themi që në përgjithësi në organizatat botërore ka shtetur një moment alarmi, por shohim numrin e spermatozoideve tek meshkujt në përgjithësi ka një rënje në krahasim me 30-40 vjet përpara. Edhe këtu themi kush shkaku, themi edhe lëndët toksike që ndodhin në ambient. Ne themi shpesh efekti serë. Efekti serë apo që themi ne ndotja e ambientit, ky ambient, kjo rrugë toksor që ne jetojmë, është shumë e ndotur. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që kemi rënje të numrit spermatozoideve. Është bë problem. Gjithmonë shoh artikuj që cilët e diskutojnë këtë problem. Mënyra ushqyerjes. Çfarë themi tash her pas here lëndë toksike, Alkooli apo Alkooli është një nga problemet, po megjithatë përse për këtë alkoolin, për të qenë sinqert, do ta gjejmë kryesisht tek ata që janë alkoolicë kronik. Pra, ai që pi vazhdimisht alkool, ne konstatojmë këtu, dhe sigurisht shkencëtarët e kanë konstatuar alkoolizë kronik kanë dëmtim spermatozoideve. Po kryesisht duhani, po të krahasosh duhan alkool, duhani është më i rrezikshëm, më i keq, më i dëmshëm. Një nga punët që bëj unë, një nga pyetjet kryesore është a pi duhan. Unë insistoj që në qoftë se vjen një mashkull që dëshiron me marrë mendimin tim si mjek dhe këshillën apo recetën time, duhanin. Po se duhanin mos e vazhdo. Mos e vazhdo mjekimin se s'ke për të pas më rezultat.
Lë duanin, fillo mjekimi, të kemi rezultat. Cilat janë përgjigjet e pacientëve që merren terapi? Të që shumë herë kanë me vështirësi, po pjesa më e madhe binden. Se ka dy gjëra. A do fëmijën si s'do më? Si s'do më? Janë shumë të prekur, shumë të shëruar. Atë fëmijë e kërkon, jo vetëm ky, sigurisht do kërkon gruaja, po e kërkon prindit e djalit, prindit e vajzës, halla, xhaja, kushërin çfarë janë çfarë janë. Në herë dhe komshiu, që themi na, ama ky çifti po kalon këshore, ç'a bëjnë këta, pse s'po bëjnë kalamajt, ë? Pra ne jemi një popull i cili dëshirojmë fëmijë në traditën tonë, në kulturën tonë. Po sigurisht kjo është shumë i dëshiruar ke një çift që ka vonesë në realizimin e një fëmije. Dhe shumë herë meshkujt në pjesën më të madhe, po them 90% të rasteve, unë konstatoj që meshkulli e lë atë duhanin. Dhe shoh rezultate shumë të mira. Po fantastike, derisa pije duhan, ta që s'pi. Sigurisht unë këtë mes kam edhe një mendim kundër. Ama doktor, unë kam një opinion, ka tërë jetën që pi duhan. Dhe s'ka absolutisht asnjë gjë. Është kjo, nuk po them. Por normalisht ne themi edhe një gjë tjetër. Kur themi dëmton duhani, ne themi që duhani krijon kancer, kush pi duhan është vetëm ai që ka kancer të pulmonit. Po ka shumë njerëz që kanë kancer pulmonit pa pi duhan, ose ka shumë tjerë që kanë pi duhan edhe nuk kanë pasur. Por ne themi një vezë që ke, plus një gjendje që ti ke, qoftë dhe genetike, shkakton kancer. Apo shkakton dëmtim të spermatozoideve. Për në rrasë nuk mund të mbulojmë, apo nuk mund të justifikojmë me këtë gjë. Po themi, ti si tip, ke një problem, po të pish edhe një duan, ky problem bëhet dëmtues. Doja të pyesja se kur duhet të fillojnë kontrollet, duke qenë se ne përmendëm shumë problematika që shpesh janë shkalohen ose ne kontrollet i fillojmë që në vogli. Pra, kontrolli është vetëm kjo. Kujdes testet. Kujdes testit, kush nuk e ka, të shqetësohet. Shpejt kemi mjek që merret me këtë punë. Aty fillojnë shumë veta, shumë 1% janë, goxha e lartë. Kur themi 1%, goxha e lartë, nuk edhe shumë, se 2% është. Po megjithatë të vjen keq vërtet që një gjë që rregullohet, ti e ke në vlerëso. Dhe pastaj koha e pubertetit. Aty ku zhvillohet mashkulli. Nga fëmijë që do bëhet i rritur. Pikërisht edhe është kjo moshe që fillojnë zakonet, ndryshojnë vesët që marrin rrënjë çuni i ri, fillojnë shashin që në atë moshë, për 13-14-15 vjeç. Kjo është mosha më delikate që do në qenë pranë fëmijës për ta kujdes, për të bë. Edhe që të prandelojmë ato infeksionet. Sigurisht edhe kjo jeta, në momentin në këtë moshë është edhe ajo moshë ku fillojnë ndryshon mashkulli. Nga fëmijë, nga i vogël, fillojnë në kalon atë periudhën e pubertetit, që është një periudhë e vrrullshme, ndryshime hormonale, rritet dëshira, interesi për seksin tjetër, rritet dëshira për bërë marrëdhënie seksuale, rritet dëshira që kjo marrëdhënie seksuale shpeshherë të dominojnë në momente të caktuara dhe ti të ngacmoj. Mashkulli është shumë i dëshiruar, është ngacmohet shumë shpejt, ka ekscitimin seksual shumë shpejt se ka një partnera, ka një femër. Mashkulli i çik të preket, i çik shofi pap, fillon ekscitimin seksual. Dhe mos kësaj dëshiron për të bërë penetrimin, për të bërë arritur orgazm. Është shumë më i vrrullshëm, ka qenë ke femër. Dhe studimet tregojnë që një mashkull do vetëm 2 minuta për të ekscituar. 2 minuta. Kush një femër sa minuta do e diti? Jo, na thoni 12 minuta. 10-12 minuta. Femra është larg, është si thonë se është në autobus. Por duke u ngacmuar nga mashkulli do i farkohet. Kurse ne mashkulli duke qenë shumë i vrrullshëm, ka partnerën prapë, ka ereksion, ka hy ekscitimi, edhe o burra të penetroj. Edhe këtu ndodhin ca gjëra pastaj. Në kuptimin e kësaj, shpejtia është shumë e madhe, femra është akoma pa arritur në ekscitim seksual, akoma nuk ka lëngështimin e vaginës, nuk ka lubrifikimin e vaginës, ky tenton me forcë, edhe bëjnë laceracione, çarje të lafshës penisin e tjera. Kupton? Pse? Nga nxitimi, nga mashkulli duhet të jetë më kujdesshëm me femrën, të pranë, të flasë, ta prekë, ta ngacmojë,
të arrijë në eksitim kur shikoj që dhe ajo ka arritur, atëherë do të bëj penetrimi, jo për herë, si që kjo. Pse? Se kështu e ka natyrë, e ka bën natyra këtë gjëra, kuptimin e kësaj. Doktor, në fakt do të trajtojmë në lista problematika tjera, siç është disfunksioni erektil ose ryshe, impotenca, disfunksioni erektil, pjesë e një pune shumë madhe ka andrologët. Pra në qoftë se ne themi një nga problemet tona kryesore është edhe ajo mos funksionimi i ereksionit. Pra forcisë penisit për të arritur penetrimin. Një marrëdhënie seksuale cilësisht e mirë do që një mashkull të arrijë forcinë e penisit, sa më shumë të ketë fort penisin. Në mënyrë që të arrijë kënaqësinë e vet, po të arrijë dhe kënaqësinë e partneres. Një penis i butë është i vështirë për të penetruar dhe nuk arrin edhe partnerja nuk arrin atë fazat e vet për të arritur në orgazm. Kurse mos funksionimi i penisit, pra kur themi mos funksionimi për qenë me eksakt i problemit të ereksionit, disfunksion erektil, është një patologji e shpeshta, ne shohim shpeshherë. Sigurisht, këto gjëra i shohim kryesisht në moshë mbi 45-50 vjeç. Ku faktori moshë ka sjellë një ulje të aftësisë edhe të forcisë. Kurse këto gjëra i shohim edhe ke mosha të reja. Kur themi mosha të reja, këtu kemi të bëjmë me faktor psikologjik. Në themi që vetë ereksioni është në një peshore. Kemi fazën e eksitimit, por ka ana tjetër kemi edhe elemente tjera që ndalojnë këtë forci. Dhe kur themi eksitim apo ereksion, do të themi mbushjen e trupave kavernoz me gjak. Të kenë gjak. Dhe kjo bën që penis forcohet. Po kjo bëhet në një farë mekanizmi që fillon nga disa hormone që ndodhen në trup dhe impulset që i kalojnë nga truri në palcën e korrizit, shkojnë në disa gjëndra që janë përgjegjëse për ereksionin, që nuk bëjnë që të vetëm zgjerojnë ende gjakut të penisit për të mbushur me gjak, për të bërë gati për të penetruar. Në rastin kur këto gjëra nuk ndodhen apo frenohen, atëherë ne themi që nuk arrit ereksioni. Po, meqenëse që në atë parë ka të bëjë me faktorin psikologjik, pra mashkulli do të eksitohet kur shikon një partnere të cilët e tërheq seksualisht, atëherë ne themi që do kemi këtë mekanizëm. Por tek mashkulli ndodhet edhe një gjë tjetër. Ndërhyn dhe faktor të jashtë. Një moment, në qoftë se ti një mashkull është pa një partnere që ka dëshirë, në moment dëgjon një zhurmë, dëgjon një hapjen e një drite, kalimin e një njeriu të folurë, dëgjimin e një dere që po bie. Atëherë në rastin konkret, për 10 sekondës, këtu nëpërmjet trurit, që janë disa momente që është sistemi nervor simpatik, se kemi dy sisteme nervor simpatik dhe parasimpatiku. Simpatiku çliron adrenalin, nëse keni parë simpatiku çliron adrenalin, në momentin e konsiderohet si në sistemi nervor i alarmit. Këto gjëra do t'i ketë shumë më tepër në një moment stresant, në një moment ngacmimi, në një moment frike. Dhe në rastin konkret, në qoftë se ne i kemi, pavarësisht se kemi ereksionin e mirë, ndodh një gjë e tillë, sigurisht ereksioni do bie, nuk ka si ndodhe. Kështu që në rastin konkret, në qoftë se një mashkull kemi probleme të stresit, probleme të ngacmimit, apo të mendimit, veprojnë mekanizma kundër ereksionit, të cilën nuk e lejon që të ketë forcim. Puna jonë është që në një mashkull i cili vjen me gjëra të tilla, sigurisht ta diferencojmë, është me natyrë psikogjene apo me natyrë organike. Organike është kur këto mekanizma janë ndërprerë apo nuk funksionojnë në bazë të një mos funksionimi të mirë. Qoftë hormonal, qoftë bazal, qoftë nervor, që ka. Për shembull, në problemet organike, një nga problemet kryesore është diabeti. Diabeti është një sëmundje, goxha e shpesh, po mund të themi është bashkëshoqëruese e disfunksionit erektil. Ne konstatojmë diabet në një kohë kur nuk e di mashkulli që ka diabet, po ka vetëm një shenjë, mos funksionin e ereksionit. Një nga kërkesat që kemi ne, përjashtimet që bëjmë është shqip diabetin, kemi apo s'kemi. Aty do të eliminojmë, plus probleme dhe të tjera hormonale.
Pra detyra e mjekut endokrinolog është për të diferencuar është me natyrë psikogene apo është me natyrë organike. Dhe në rastin konkret në qoftë se në bazë të asaj që ai konstaton, bën dhe mjekimi. Ku në përgjithësi ne kemi efekte shumë të mira. Tashti me përdorimin e preparatave që quhen fosfodiesterasa 5 inhibitor, ne themi që kemi efekte shumë të mira. Por problemi i ereksionit sigurisht përpara vitit 97, ne 98 ne kena pasur çik vështirë. Nuk kishim mjete, nuk kishim preparate. Edhe në botë nuk ishte shumë e njoftur dhe nuk ishte mekanizmat për mos funksionimin e ereksionit, ishin jo shumë të mëdha. Me daljen e disa preparateve. Atëherë Ferit Muradi ishte ai shqiptar amerikan që fitoi çmimin Nobel në farmakologji, në mjekësi, pikërisht se gjeti disa mekanizma që kishin të bëshin dhe me ereksionin. Dhe pra është e njoftur ai, nobelist. Dhe në rastin konkret, u stellua dia, u bë dia më e gjerë në kuptimin e asaj që si veprohet në mënyrë që të kemi ereksion. Dhe preparatet tashti që kemi në dispozicion janë të shumta, po kanë rëndësi se kanë efekt. Sigurisht në këtë problem u fut edhe komercialiteti. Ne themi që me qenë që jeta seksuale shumë e rëndësishme, aq më tepër vuar edhe vitet e punit që u bë çik më e hapur, më e diskutuar, edhe në treg ka dyndje të ilaçeve apo të preparateve të shqyrtura që kanë efekt, midis edhe suplemente dhe tjera. Por normalisht shumë nga këto nuk e kanë atë efektin që flitet. Pavarësisht reklamës që i bëhet. Reklama i bëhet për të pas fitim ai që e bën reklamën. Po të na pyesësh ne si androlog, i kemi hyrë se thellësi nuk ka një problem, nuk ka një rezultat ai sa thuhet, dhe ne arrim të diferencojmë kush preparat është i efektshëm, kush nuk është i efektshëm. Në kuptimin që kur ta marrë ai që ta përdorit, këtë efekt në të jemi të suksesshëm dhe ne, të jemi të nderuar para pacientit, i cili e mori dhe pati efektin e vet. Kështu që në kohët e saqme, po të shohësh rrjetet sociale, ka me dhjetra dhe dhjetra preparate të cilat kanë ndërhyrë në një sferë që ka të bëjë me sferën seksuale. Dhe çfarë shep aty? Shep në herë ne si mjek që merrem me këtë punë, vjen çik si për qesh. Do me pas ti penisin 3 orë, 4 orë, 5 orë pa ashtu me këtë preparat. Kështu që çfarë them tash? Gjërat janë që megjithatë ne themi që me përdorimin e këtyre preparateve kemi pas efekte shumë të mira dhe efekte të cilat ne jemi nderuar apo kemi pas rezultatin për ta çuar deri në fund. Sigurisht mjekimi i disfunksionit erektil ka të bëjë me shumë gjithmonë duke ardhur preparate të reja shkencore për të arritur qëllimin, Qëllimi është kush? Forcia e penisit. Arritja e penisit dhe këtë forcë penisit ne e propagandojmë edhe në moshë të madhe. Këtu nuk do të thotë që je moshë të madhe s'ket turp si doktoranti me bë seks. Me gruan e vet po e bën. Me njëri aq më tepër që tashti ka shumë moshë të mëdha që e martu me mosha të reja. Dhe si ndan shoqëria gjatë. Ka mundësi, mund të jetë lidhur me një, ne i mbajmë aktivitet edhe një pjesë shumë të rëndësishme të një jete, të një bashkëjetese ndërmjet një çifti të marrëdhënies seksuale që është e domosdoshme të them unë, dhe ndoshta kryesore për të vazhduar kjo marrëdhënie. Doktor, në fakt doja të pyesja edhe për andropauzën, se çfarë është edhe kur shfaqet. Andropauza, unë do të flasë çik shkurt tash, kemi diskutuar me 10 herë. Pra, ne themi që njeriu ka një jetë që mbi moshën 45-50 vjeç fillojnë të kesh ndryshime hormonale në organizëm. Kjo është faktori kohë. Kjo gjë ndodh ke femrat. Ai që quhet menopauzë. Ke femrat ndodh një gjë, kemi ulje të estrogjenit, të një hormoni shumë të rëndësishme që ka femra, në ndryshim me mashkullin që është testosteroni, androgjenat. Dhe ne themi nga fjala andros, thotë burr, andropauza, ndalimi i prodhimit të testosteronit në nivelet e dura
për të mbajtur funksionin e vet. Kjo është antropaza. Në rastin konkret, kjo ndodh në moshën mbi 45-50 vjeç. Sa më shumë që rritet, aq më shumë rritet mundësia për të kaluar me antropazë. Pra me uljen e nivelit të testosteronit. Pra uljen e nivelit të testosteronit bën atë të cilët një mashkull do ketë disa shenja klinike. Ku janë shenja klinike? Shenja klinike janë bie humori. Mashkulli bëhet gjithmonë e më i mbyllur vetë. Bie fuqia apo muskulatura. Fillon e atrofizohet muskulatura. Parasysh se testosteroni në nivelet ulura. Fillon e ketë pagjumësi. Fillon e ketë anemi. Sigurisht nuk diskutohet problemet e ereksionit, janë të parat. Por ne megjithatë antropazën shpeshherë konstatojmë në momentin kur ai mashkull vjen dhe thotë që unë nuk realizo dot aktin seksual. E kjo gjë na bën kur në bazë moshës që të diferencojmë e ka nga antropaza apo e ka nga një faktor tjetër. Pra antropaza, në themi është ai moment ndryshimesh hormonale që ndodhin në një kohë të dhënë, në një moment të dhënë, kryesisht në moshën e tretë. Por që ka një gjë, nëse ky mashkull është i lodhur, i kputur, anemik, e kemi këtë problem, me marrjen e mjekimin zëvendësues që është kryesisht testosteroni, gjërat kalojnë. Edhe ne themi që ky mashkull bëhet shumë më mirë. Bëhet më i fuqishëm, më alergjik, më energjik, më aktiv, më kështu, në kuptimin e kësaj. Kupton? Atëherë, a mund të çojnë shtytat në infertilitet? Po. Ne po themi kështu, shtytat nuk është gjë tjetër, vetëm një sëmundje virale, e cila ka afiniteti i tyre është ky lloj virusi, parotiti quhet, parotiti epidemik, ka infimitetin e vet ky lloj virusi të instalohet ke gjendrat e bështymës tek djali i vogël. Po dhe ke femrat. Këto si instalohen këtu në qendrën e parotës, qendrën e bështymës, instalohen edhe në testa. Dhe ç'a ndodh? Ndodh një gjë. Ai që ka kaluar një shyt apo kalonte një shyt, duhet me parë, po në testet janë dëmtuar. Për fat të mirë nuk është 100% ai që kalon shytet kalon dhe në testet. Vetëm 60% e rasteve që kanë kaluar shytet mund kemi edhe në test. Dhe në rastin konkret, ky duhet mjekuar. Për arsye se ky virus ka dëmtuar, dëmton të testet, por në rastin konkret duhet me parandalu këtë dëmtim. Dhe këtë dëmtim është parandaloj për arsye që mos shkoj dëmtimi i testeve deri në atë fazë sa mos bëj prodhimin domethënë spermatozoideve. Një pyetje tjetër është, a është i dëmshëm masturbimi? Masturbimi nuk është as pak i dëmshëm. Masturbimi ka qenë i dashur në mesjet, thuhej, apo në vitet deri në vitin 1990, mas 90 viteve 90, ideja ra dhe studimet dikur përpara njiheshe si problem i dëmshëm. Kështu ishte koncepti. Por me kalimin e viteve u parë që kjo po nuk do dëmton. Pavarësisht atëherë në viteve shumë para viteve 90 pra. Bëhej luftë e madhe në propagandë që mos leni djemt të masturbojnë. U pa pavarësisht se u bë luftë e madhe, djemt masturbuan, më sheftas apo jo, dhe nuk patin asnjë lloj problemi. Pra masturbimi është një pjesë që një veprim që do ta kalojnë çunat e ri, po dhe femrat. Por kryesisht ke meshkuj. S'kemi që i bëjmë, janë gjëra që po nuk na sillen tyre. Si ndikon obeziteti në cilësinë e jetës seksuale të meshkujve? Ne themi që gjithë të meshkujt e shëndosh, aq më tepër ata obez, kanë probleme me fertilitetin dhe me ereksionin. Obeziteti është pjesë e dëmtimit të aftësisë riprodhuese. Një tjetër qytetar pyet, kam djegje të urinës dhe djegje në kofsh afër organit gjinital. Çfarë mund të jetë? Është infeksion mykotik, vetë pozicioni ku ai thotë, është vendi më i përshtatshëm për të zhvilluar myku. Kemi skuqje, kemi djegje, kemi problem, Pra duhet mjekuar, duhet me ardhë ke mjeku, edhe mjekojnë shumë kollaj me antimikotik dhe kalon. Këto ishin pyetjet. Në fund unë do të kërkoja nga ju një këshill për gjithë djemtë dhe burrat në Shqipëri. Çfarë këshille do t'ju jepet ti atyre? Burrat dhe djemtë në Shqipëri, që ne i duam shumë, kuptimin
duhet me pas kujdes, duhet gjithmonë të parandalojnë tash në kohët e sotshme një infeksione seksuale transmetuese janë bërë problem, janë shumë të shqetësuese dhe duhet me parandalu këto lloj infeksionesh. Janë shumë të shpeshta. Dhe që rrezikojnë që të mos Edhe duhet parandaluar, duhet me pas kujdes që sa ta kuptojnë që kanë infeksion të mikohen. Të sinjalizojnë dhe partnera. Shumë faleminderit doktor. Ishte kënaqësi për gjithë informacionet dhe këshillat që ndat me ndjekësit tanë sot. Faleminderit edhe juve. Faleminderit dhe ju miq që na ndoshët, bashkë do të shihemi në episodin e radhës, deri atëherë më takofshim.